Tonë shi na kanë vazhdu për nëndorit, na i kanë qitë ka 102 euro, 50%. Nëndorë, dhjetorë dhe janari ke morë, tash në shkurt të mas na i kanë nalë. Nuk e di arsyën për çka e nalë, po ne nuk na qesin ato. Unë kam qenë pejre një prill të 98-ës, kam qenë i kyqen, kam qenë një 3 herë Shqipni për armë, edhe deri në momentin e fundit që ka përfundu lufta, si është shëndru peshë kes në Temeke, kam qenë tërë që kam dalë për aty me dëshirë time, edhe për momentin jam një firmë, dhe me thonë jam të ambientit, punoj si shofer, që një 8 muaj, mas 8 muajve punë, dhe me thonë na kanë ndërprej njerë pensionin, tonë shi na kanë vazhdu për nëndorit, na i kanë qitë ka 102 euro, 50%. Nëndorë, dhjetorë dhe janari ke morë, tash në shkurt të mas na i kanë nalë. Nuk e di arsyën për çka e nalë, po ne nuk na qesin ato. Po, nuk e di, unë nuk e di ata që shkan mujtë mi mura të farë vendimi, se kur është ligji e ka aprovu atë farë ligji, nuk e di ta që shkan mujtë a imi ndërprej këtu. Nuk jemi vetëmi unë, po ka shumë tjerë si janë, ka shumë edhe ku punoj unë si nuk i morin. Po tash po presim ndihmën e aty në Prishtinë atje. Dhe më thonë, këtë kontribut nuk llogaritet as që ke mujtë, se tash na unë për shemë këtu, po na ke mujtë më konë dekun. Na për që kem pas fatin kena pështu, është diçka tjetër, taj zotin atë. Po, përpresim një ndihmë tash për i dikujna.